është një kënaqësi që të kthehem përsëri në Shqipëri dhe është një kënaqësi që ta filloj turneun tim vjetor të Ballkanit Perëndimor këtu në Tiranë. Mesazhi im I parë është mjaft I qartë. Shqipëria është në rrugën e duhur drejt Bashkimit Evropian. Ju keni bërë një rrugë shumë të gjatë, keni bërë progres, por unë tani dua të theksoj që është një progres I mrekullueshëm, një shpejtësi rekord dhe një përshpejtim shumë të vërtet në 3 vitet e fundit. 5 nga 6 grup kapitujt janë tashmë të hapura, ne planifikojmë që të hapim të fundin këtë vjesht dhe unë e di edhe përpjekjen tuaj personale, zoti kryeminist, edhe ju dhe të ekipit tuaj që keni investuar në këtë udhëtim. Qëllimi ju është që të mbyllni negociata deri në vitin 2027. Kjo në fakt është ambicioze, por ne na pëlqen ambicia. Dhe dëshiroj t'ju siguroj që ne jemi të gatshëm, do t'jemi me ju në çdo hap të vetëm të kësaj rruge, sepse me momenti gjeopolitik është tani këtu. Agresioni I Rusisë kundër Ukrainës ka riformësuar kontinentin tonë dhe çdo komb evropian duhet të zgjedh vendin e tij. Dhe gjithashtu Shqipëria e ka bërë zgjedhjen e saj mjaft të qartë. Ju jeni plotësisht në përputhje me politikën e jashtme dhe të sigurisë të Bashkimit Evropian dhe së bashku ne veprojmë si një.